Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të flasim me aktivistin Sadri Kortoçi për sa i përket zhvillimeve të fundit në lidhje me votimin e diasporës. Një pjesa më e madhe e qytetarëve presin që të marrin zarfi për të votuar, disa prej tyre kanë votuar dhe e kanë kthyer, të tjerë janë në pritje, të tjerë janë në proces. Zoti Kortoçi, përshëndetje dhe faleminderit. Mirita. E keni marrë zarfin, ju ka ardhur në shtëpi zarfi për të votuar për 11 majin? Kanë filluar nga biseda që kam pas dje me një pjesë të një grupi që jena këtu që jena mundu me më organizu me këto partinë demokratike, kanë fillu me morë zarfat dje dhe pra dje. Zarfat kanë ardhur me DHL, DHL, si thonë tu. Disa njerëz kanë qenë shpit, disa s'kanë qenë vërtet, por një pjesë i kanë morë edhe nështë sot edhe nesër, domethënë sot edhe të martën, se e hona shpërshim, zarfat kanë fillu më ardhë. Pra juve nuk ju kanë ardhur akoma? Akoma. Në vërtet, vetëm një ka pas qenë për të ardhur këtu se pjesëtarët e tjerë s'mundën me votu. Ju nuk jeni thjesht një qytetar, por edhe një aktivist dhe ndjekës i zhvillimeve politike. Keni besim te procesi, tek besueshmëria e votës, pra tek sepse nga opozita janë ngritur dyshime për manipulime, por ju keni besim? Gjatë, besimi ka humbur në Shqipëri te votat që kanë qenë brenda vendit. S'po flasim për votat që vinë nga një anë tjetër kontinentit, nga gjitha vendet e botës. Unë personalisht nëse ti ose kush do më pyet, njerëzit që jetojnë në prendim, në Amerikë, në vendet e tjera, që kanë ikur nga Shqipëria, nuk do me qenë pjesë, si me thonë, dyshuese në Shqipëri, pasi për disa njerëz kanë 20 vite, 30 vite, nështë që s'kanë ardhur në Shqipëri, nuk e din 100% situatën se si është në Shqipëri. Votimi, ligji për diasporën, për votimin e diasporës, megjithëse ishte i përgjysmur, prapë se prapë. Unë kam ato rezervat e mia personale, ndoshta njerëzit nuk pajtohen, por për një person që s'ka qenë për 30 vite në Shqipëri dhe të arrijë që ta ndryshoj situatën në Shqipëri, kjo më duket pak si gabume. Ajo ka qenë më e logjikshme që njerëzit atje me votu dhe diasporën, si me thonë, me adhon një farë mendimi, po jo drejt vote me qenë ndoshta diaspora që me ndryshu komplet situatën. Unë e kuptoj që Shqipëria ka nevojë për ndryshim 100%. Aty është sistem. Është sistem që është ndërtuar për 30 vite. Pra nuk mendoni që këtë sistem që është ndërtuar për 30 vite mund ta thyej diaspora, vota diasporës? Nuk ka forcë diaspora, pasi po flas paktën për këtu për në Shtetet e Bashkuara ka vetëm 6% votues që janë regjistruar. Pasi edhe nga ato tjerë që janë për Itali, për Gjermani, unë kisha disa biseda me njerëz që jetojnë në Itali dhe u shpreh se thanë nuk kena as ato nuk e disha në vërtet, por edhe atyre që kanë pasaporta italiane ose pasaporta gjermane nuk ju bëhet mundur me votuar. Kështu që ligji ka qenë i përgjysmur, e dyta ke njerëz që ndoshta mas 20 vite që kanë marrë letrat, s'kan pas mundësi me shku në vendin e tyre, edhe mi thon edhe ndoshta kur kanë shku kanë nxjerr një kartë identifikimi, mi ia dhon mundësinë me votuar. Është mirë se janë shqiptarë, kanë linë aty, por jo me pas gjithë atë forcë me arrit me ndryshu. Unë du që me ndryshu Shqipëria, por diaspora, si me thonë, nuk se besoj derisa nuk jeton aty, nuk mundesh me ia dhon atë gjykimin tjetër, gjë se kanë një vizion tjetër për mënyrën e qeverisjes, mënyrën e biznesit. Të dy palët, si Partia Demokratike edhe Partia Socialiste, diasporën kanë anashkalu për 30 vite. E kanë, në kuptimin fjalës, nuk e kanë njohur plotësisht, pak më shumë ana e krahut majt e kanë njohur, vërtet vetëm për
këto fushatën e fundit i kena pa që të vinë në Amerikë. Unë se di se për 29 vite kam pa në një përfaqësues të Partisë Socialiste të vinë në Amerikë të kërkoj vota ose të kërkoj mbështetje nga këtu. Partia Demokratike ka qenë më e lidhur, pasi njerëzit që kanë nga Shqipëria kanë qenë, si më thonë, njerëzit që nuk e kanë gjetë vendin ndoshta në kohën e regjimit, në kohën e Rams, sidomos të 12 vitet e fundit. Ju ishit në momentin e hapjes së fushatës në Tiranë të Partisë Demokratike, por tani po e ndiqni nga larg nga Shtetet e Bashkuara. Si e keni parë nga atje dhe si një përpos faktit mbështetës i Partisë Demokratike dhe aktivist, por me këmbë tokë mbi të gjitha, besoni që mund të ketë një përmbysje në 11 maj, sepse asnjë nga sondazhet nuk e nxjerr Partinë Demokratike përpara. Sondazhet nuk kanë qenë besueshme as në këtu, që mendojnë që është një demokraci më e mirë se sa në vendin tonë, por sondazhet varet se ka pyet, sondazhet nuk janë gjithmonë përpikta ose dalin 100%. Nuk besoj shumë tek sondazhet në Shqipëri, por di faktin që Shqipëria, të paktën këto 12 vite të fundit, domethënë nuk ka bërë asnjë progres në kuptimin e fjalës, progres në aspektin e jetës atij populli që ka patur. Tash me thonë që Rama kërkon një mandat 4 është idiotliku më i madh për çdo shqiptar që mendon që ky njeri do ndryshojë diçka. Pasi dihet se ku është zhyt Shqipëria me korrupsion, me trafikant drogës, lidhjet e krimit me shtetin, manipulimi i votave, derisa ka arrit që të manipulohet edhe FBI, edhe agentët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dihet përkraja që ka pas Rama në Washington në kohën e Biden, kjo që ka ndodhur në Shqipëri nuk ka ndodhur vetëm këto 4 vite fundit, por ka filluar që se Obama mori pushtetin në mend të majtit, edhe ka qenë ideologji që janë munduar me shtruar hegemoninë e tyre në pothuajse në gjitha vendet që kanë pas akses. Aksesi më i lehtë ka qenë në Shqipëri pasi një vend i vogël, edhe shqiptarët kur shohin atë të madhin, sigurisht që shkojnë ke i madhe. Tash po flasim ke fushata. Po ju keni një projekcion tuaj në sa mund të jetë rezultati? Projekcion unë isha vetëm një javë, se them do të projekcioni se s'du me qenë i gabur. Fakti është nëse njerëzit, unë pash ato dolen sa publikime dhe anketime që kishin bërë njerëzve, por nuk pajtohem, ndoshta unë jam gabim, por kur 46 e popullsisë pyetën, thotë që vendi po shkon në drejtim të duhur, ajo më duket gjëja më absurde. Atëherë, vetëm nga kjo duhet të kuptuar se ku është elektorati jonë. Ndërsa këtu, në kohën që ishin fushata e zgjedhjeve për Trump, fushata e fundit, 73% e popullit amerikan mendoshin se vendi nuk po shkon në drejtim duhur. Tash imagjinoje atë logjikën e popullit tonë atje me logjikën e popullit këtu, logjikën e popullit në Shtetin Amerikan. Duhet të pyete për fushatën. Fushata, siç e pash, domthon ishte entuziazëm i madh ke Partia Demokratike. Unë besoj që për hir se nga vjen ky Lasivita, ka përfaqëson, nuk e besoj që reputacioni e vet si shtetas amerikan, si personi që ka dhënë fituaren Donald Trump, do humbin Shqipëri. Në një vend që ndoshta me krahasuar edhe me një lagj të Bronxit. Tash për ata është të re Lasivita, se kanë mbetur në gati 3 javë, më pak se 3 javë. Deri tani s'kemi parë ndonjë gjë përveç kapelës së doktorit, edhe gjuhët për Ramën, pra nuk kemi parë diçka tjetër. Ju çfarë mendoni që do sjell, ndërkohë që me një elektorat, sikur e thatë ju pak më lart, që latë në kuptohet, që është thuajse pak a shumë i çementuar, më kupton? Ky çfarë do të sjell Lasivita? Ndoshta mos është
për faktin që lobimi, kontrata është bërë për të lobuar SBA, në mos për një vizitë për të hequr non gratën, pasi pam që pak ditë më parë ju hoqin politikanë hungares, pra qëllimi nuk mund të jetë fushata ndoshta? Të dyja janë bashkë. Të dyja janë bashkë, problemi non gratës është besoj vetëm çështje kohë, pasi kuptohet problemet që janë sot në botë me Ukrainën, me Izraelin, problemet e tarifave që Trumpi çdo ditë domon ka qysh një janar që ka pas probleme shumë më të mëdha se sa problemi në Shqipëri. Problemi në Shqipëri sikur tash është sikur lagje e Bronxit. Ai ka ardhur, ka dërguar, ai është profesor, domon është një nga njerëzit kryesorë në Partinë Republikane, ka lidhje veta me mediat, ka lidhje veta me Kongresin, me Senatin. Ti të thu që s'po shohim asgjë. Në vërtetë është e keqe se mediat në Shqipëri kontrollohen, mediat pothuajse vetëm një media ose dy, një duket se man krahun e Partisë Demokratike Syri TV, po edhe aty kam rezerva pasi e shoh shumë të ftu nga këta që sjellin atë helmin e majt, atë çdo debat, s'ka nevojë shqiptarët me pa ideologji të majta ose njerëz që e përkrahin Ramën, por mediat në Shqipëri nuk e japin asgjë se çfarë ndodh në Amerikë. Arsyeja që ju mendoni se e shifni, ajo shifet në 11 maj në vërtet, por këtu mediat amerikane kanë folë vazhdimisht, edhe po flasin tash edhe më shumë në lidhje me damin që administrata Biden ka bën bashkëpunim me qeverinë Rama në drejtim të opozitës shqiptare, në drejtim shkatrimit të opozitës shqiptare, në drejtim të korrupsionit që ka bën, korruptimit të Charles McGonigal, gjitha këto domon janë të përditshme. Para 2 ditë kishte Fox News kishte shkruar artikull, edhe një tjetër ishte djenë një analist amerikan. Këtu ke shefin e CIA-s amerikan, zëvendës shefin Don Bongino, që unë e kam pas postu para 3 vitesh, ka bë pothuajse një gjysore emision. Po tash aty ai ka pas atë podcastin e vet, tash është në pozitë. Ndoshta se ka pas edhe shansin me fol kuptimin e fjalës se tash nuk është as i pranishëm media pasi ka shkuar në pozicion tjetër. Kështu që është shumë e vështirë m'ia shpjegoj krejt njerëzve nëpër s'po flas se aty është sistemi ndryshe burr. Unë e shoh se edhe me media nuk je shumë se njerëzit janë në kafe gjithë ditën. Është një sistem, kur e krahasoj me sistemin këtu, është një sistem domosht që nuk mundesh mu informua shumë se i gjithë ditën kafe ose kur je në punë, edhe njerëzit kur shkojnë shpejt do me shumë e fjetë gjumë, por besoj shumë që